Të huaj edhe nga të gjitha nacionalitetet. I kanë thënë që Nga të gjitha nacionalitetet vinë shumë. Mashallah. Mashallah. Kupola është 36 metra e lartë, domethënë komplet, ku seminarët janë 50 e ca, më tepër. Ajo është vend i grave që falen gratë komplet, rreth e përqark, po, rreth e përqark. Dhe gratë të rrënë të gjitha aty. Po. Abazhuri këtu, abazhuri është i veçantë. Te abazhuri është shkruar universitet ose gjysma e universitetit i Kuranit, kun fehueje kun. Bëhu, pra çështja e Zotit kur don diçka thot, vetëm bëhu dhe ajo bëhet. Edhe sikur ka lidhje edhe me xhamin që është madhështore, që sikur erdhi me urdhër prej Zotit, bëhu dhe u bë, si më thon. Ai që ka konceptuar abazhurin e ka bërë një gjetje shumë të bukur, me të thënë drejtën, sepse është shumë frymëzues si ajet, si verset Kurani. Vendi i rëndësishëm, gjithë xhamia domethënë është vend falje edhe patjetër ka rëndësinë e vet. Vendi i rëndësishëm për mua si drejtues i xhamisë është ky vendi këtu. Këtu mbahet prejtigimit premtes, domethënë gjithë unë. Por xhamia është plot, po. Edhe çdo të premte. Ku gjiteni në? Po, në shkallën e 7, domethënë të jo para fundit, tjetra më poshtë. Edhe është vend që ka nevojë për shumë përgjegjësi, për shumë sinqeritet. Është vend që para se të flasësh duhet ta pyesësh zemrën mirë. Edhe të thuash gjërat që mendon që duhen thënë. Është sfidë e madhe sepse nuk e di, domethënë, si ta shpjegoj. Përpara ke njerëz janë të niveleve të ndryshme. Dikush mund të jetë shumë i lexueshëm, dikush mund të jetë njëri i thjeshtë që nuk ka raport mirë me leximin. Dikush mund të jetë moshë e thyrë, dikush moshë e re. Dhe për 20 minuta, për që flasim neve, të gjesh një mesazh që gjithsecili nga xhamia dali që ka marrë një mesazh të premten, si më thon, është e çike vështirë ose shumë e vështirë. Kështu që u përgatiteni mirë për ato premte. Patjetër duhet dhe ka përgjegjësi shumë të madhe se ne themi që është ushqimi i gjithë javës. Besimtarët marrin, si më thonë, energjinë pozitive, këshillën e javës dhe edhe besoj që me atë jetojnë. Me sfidat që kanë për ditë, me situatat që përballen në punë, ashtu. Këshilla e javës kaluar për shembull. Tani në Ramazan, në përgjithësi ne flasim për Ramazanin, ama javën e kaluar, këshilla ka qenë mos u bëj kurrë pesimist. Mos e humb shpresën te Zoti, sido që të vinë situatat. Dhe kam sjellë ca histori të bukura, nga historitë e profetëve që tregojnë Kur'an, nga historitë e njerëzve të mirë, nga ngjarje që janë të përshkruara tamam që neve na japin shumë optimizëm, me thënë drejtën. Po shkollimi juaj, cili është? Unë të mesmen e kam kryer në Shqipëri, të lartën pastaj edhe master në Emiratet e Bashkuara Arabe, që në vitin 2002. Dhe mbas masterit, them të drejtën, nga që kam punuar edhe në terren, kam qenë i lidhur gjithmonë me xhami ose me aktivitet fetar, nuk kam vazhduar më tepër, si më thonë, kam lënë deri aty. Besoj se doktoraturën kam doktoraturën e jetës. Se duhet të qenë shumë vështirë që të zgjidheshit në krye të kësaj xhamie, ishte shumë vështirë. Se di, unë them, mendoj që mbi të gjitha është caktimi i Zotit, edhe për mua është një përgjegjësi shumë e madhe. Ka qenë situatë, domethënë që edhe vetë nuk është se e kam prit, me thënë drejtën. Dikush një miku im, kur është bërë inaugurimi i xhamisë, ja po ndaj për herë të parë me ju, kur është bërë inaugurimi i xhamisë, pati madhështi të madhe, se ishte kryeministri në xhami, që nuk ka ndodhur ndonjëherë që kryeministri bashkë me ministrat kanë marrë pjesë në një inaugurim xhamie. Ishte presidenti i Turqisë, bashkë edhe ai ishte me disa ministra, pra ishte një ditë me të vërtet, ditë e shënuar edhe ditë që pati prezencë shumë të madhe, plus besimtar, qindra, mijëra besimtar. Mbas gjithë asaj ato kanë qenë 2 ditët, domethënë si më thon, nga ana fizike të lodhshme, shumë të lumtura për mua, po nuk e di, ato ditë kur shkoja në shtëpi, nuk e kisha provuar ndonjëherë, domethënë në jetën time që mos me të zonë gjumi nga lodhja. Shtrihesh me fletë, po nuk të zë gjumi. Oj, nuk e kej den. Unë jam tip që flej, domethënë, edhe kam mirë raportin me gjumin. Sa të shtrihem direkt, ama ato ditë, si kisha provuar ndonjëherë, mos me fletë nga lodhja. Edhe ja vlen. Më ka kontaktuar një miku im nga Kosova. Më tha, Hoxhë, më tha mu, e kam ndjek gjithë ceremoninë, tha, kur e keni bërë live, tha, nga rrjetet sociale, po edhe nga lajmet, edhe tha, vetëm një gjë kam mendu, tha,
qa vepër e ke bëu, ti tha që Zoti tha ta mundsoj që t'jesh kryet asaj xhamia. Këtë lloj pyetje ose këtë lloj bisede me thënë drejtën mu më preku. Edhe jam menduar edhe me veten time. Se di mbase them me mamin kam pas raport shumë mirë, po edhe me babin patjetër. Edhe them mbase ajo mund të ketë qenë. Them, mbase na e ka pas Zoti atë. Bekimi i prindërve? Besoj. Që ju solli në krye. Besoj. Ajo mund të jetë kryesorja, besoj. Pra pavarësisht fesë që mund të ndajmë, kush muslimane, kush ortodoks, kur na bekojnë prindrit, na ka bekuar Perëndia. Për Zotin. Në një farë mënyrë. Faktikisht mua nëna munda nga jeta dhe më pas se me qenë imam i kësaj xhamie. Do të kisha dashur shumë që të shikonte atë ditë. Ta kishte arrit këtë ditë, ato janë punë të Zotit. Zoti më mëshiroftë. Dhe kohën e fundit që unë nda nga jeta, kam pasi raport se kemi nejt 1-2 muaj, që ka qenë për spitale, kështu, Zoti më mëshiroftë. Po kanë qenë ditë që ashtu edhe kur kanë ndodhë, si më thonë, sado që Zoti e zbuti, se erdhën gjërat avash me të para përgatit, i qofsha falë Zotit, ama prapë nuk është e lehtë, nuk është e lehtë. Edhe mendoj që kjo mund tjetë një nga shkaqet, Zoti di më së miri. Ne besojmë fort që respekti për prindin, është shumë i rëndësishëm, sepse në Kur'an Zoti e thot në disa vende, po edhe profeti, paqja e Zotit qoftë me të, neve na porosit shumë. Edhe thot Zoti, po dhe prindi. Kënaqësia e Zotit është e kënaqësia e prindit, hidhrimi i Zotit është hidhrimi i prindit. Më ndodh që bëj këto martesat. Ku bën martesat? I bëj martesat atje. Ulemi aty bashkë me çiftin edhe me njerëzit familjarë, kam shumë dëshirë që t'i ftoj, them merrni sa më shumë njerëz që të vinë ta shohin, sepse del diçka fantastike, del shumë e bukur. Bën këtu, të martesës bën këtu. Çdo javë. Po. Dhe kur pyesin njerëzit për shembull, shiko, më fal që të pyes, mos u vën siklet, po sa është pagesa kështu? Neve nuk kemi pagesë, ne bëjmë me kënaqësinë më të madhe. Të bashkosh 2 njerëz ose 2 zemra është nga gjërat që shpërblehen më së tepër mik e Zotit, nga gjërat më të dashura, siç edhe Zoti na ruajt që të ndash njerëzit ose të fusësh sherr midis njerëzve, konflikte, është nga gjërat më të urryrat e Zotit, inshallah mos qofshim kurrë. Ama unë gjithmonë kur ulemi, te porosit që i jap, një nga porosit është edhe kjo se sot çfarë nuk dëgjojmë, trendet e ndryshme, të rinj me lloj ashtu, përveç këshillave që njëri tjetrin ta duan dhe ta rifreskojnë dashurinë edhe ta forcojnë gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë jetës, është edhe porosia për prindit. Deri dje gjithë secili ka pas prindit e vet, janë bërë edhe prindit e njëri tjetrit. Nuk mund të thuash ti për shembull që unë e du shumë nusën time, ndërkohë që nuk i respekton prindit. S'ka kuptim. Ose nusja, sidomos që do jetoj nesër te shtëpia, ne jemi musliman patjetër, po jemi edhe shqiptar, në familjen e kemi të shenjtë, prindit i kemi të shenjtë për Zotin. Ndryshe për shembull kombet e tjera mbase e kanë kanë pak më kollaj këtë pjesën. Ne e kemi familjen. Pra duaj burin e ardhshëm dhe prindrit e tij, duaj gruan e ardhshme dhe prindrit e tij. Është shumë e rëndësishme. Duaj në të mirë dhe në të keq, se në të mirë duan të gjithë. Po, është shumë e rëndësishme, patjetër. Edhe pra ky është një kënd tjetër, kënd i bukur, po prapë i mesazhet. Tu drejtohet falja, edhe njerëzit besimtarët rinë mbrapa. Nuk është se imami është ndërmjetës, gjithë secili ka lutjet e veta, thot lutjet e veta, që unë vetëm thjesht bëj drejtimin nga ana nga ana e komandës, po themi që bëjmë lutjet, që të jemi të gjithë së bashku në një veprim. Asa ka filluar edhe dhuratat, për shembull. Sa bukur. Këtë orën e ka dhurat nga familja Tufina, ja tani në janar 2026. Këto Tufina që janë sahatçinte njohur, si më thënë, një ditë më kontaktoi dikush, më tha, shiko, është kjo familja Tufina, domethënë një orë. Po, e thash shumë mirë, kjo është traditë e bukur. Ai kishte pas falë edhe te xhamia e Mbeut. Edhe unë kam publikuar dhe ka qenë një video që ka hedhur shumë në rrjetet sociale. Ka në janar 2026. Po, në janar 2026. Het në rrjetet sociale. Patjetër. Po neve do abdotohemi, do përshtatemi. Ne kemi sfidë madhe dhe sot po të shikosh të gjithë njerëzit, jo vetëm rinia, i ke të gjithë në telefon rrjetet sociale. Dhe unë e ndjej veten që e kemi mision, po edhe ndjej veten që jam i bekuar që ndërmjet gjithë gjërave që hedhin njerëzit, dikush mund të hedhë edhe gjëra që janë të këndshme, mund të jenë edhe dëmshme. Neve themi që
Futemi në këtë hapësirë duke dhënë diçka që besoj që është e mirë dhe shpirtërore, edhe dobishme. Ora shumë e bukur dhe u shtofshin dhuratat që bëhen me zemër për zemër. Zoti është probleft. Ja dhe një kënd i bukur, një dritare, se ne na tërheqin shumë dritaret. Po këtu bika mund ta prek? Po, patjetër. Ajo është për tu lexuar. Ka Kur'an shqip, ka edhe Kur'an arabisht, po. Është edhe shqip edhe arabisht. Kam përshtypjen që dhe atje tek vendi që blinin turistët shiteshin, të gjitha. Neve Kur'anët shqip i kemi falas. Sot kam bërë një aplikacion me një grup djemshëm, me një djalë me 2 veta, dhe do ta bëjmë QR kod neve. Aty është Kur'ani në 45 gjuhë falas. Mund ta lexosh ose mund ta shkarkosh, po. Plus pastaj ka informacion për xhaminë e Tembeut, që është destinacion dhe është histori e Tiranës. Ka informacion për xhaminë e Namazgjas, domethënë të kontrolluar, materiale të kontrolluara dhe të përpunuara mirë në 8 ose në 10 gjuhë të botës, edhe gradualisht do fusim edhe disa të dhëna për fen, domethënë gjëra shumë të lehta domethënë për vizitorët, që të marrin një informacion edhe për ata që janë të interesuar.